Dhe pse kanë kaluar 3 javë nga dëmtimi i urës në afërsi të Kodrave të Bardheve në Bleran, vrani repartit ushtarak ende nuk është ndërhyrë për riparimin e saj. Në këto kushte prindërit detyrohen të sjellin fëmijët deri këtu pasi fugoni nuk mund të kalojë urën për të deportuar në fshat. Ura e pakalueshme për fugonët me pasagjer e paralajmëruar dhe qarkullimin rrugor për rrezikshmërinë që paraqet. Me datën 5 dhjetor banorët i kërkuan bashkisë Shkodër të ndërhyrte për këtë situatë, por deri më sot nuk ka asnjë reagim në terren. Ne këtu si fshati këtena në Bleran kena mbetë shumë mas dorët. Le për rrugën se janë prish komplet, po edhe ura e cila gjithë ta fëmijë që vinë këtu, 4 degëzime të rrugë si kalojnë këtë urë. 4 degëzime të rrugë si kalojnë nëpër këtë urë, edhe halo tash 1 muaj po thuaj se po bëhet, që ura është rrezik shemje. Edhe çdo makinë mise 300 makina në ditë kalojnë. Këtu janë edhe 3 fugona të fëmijëve përveç kopshtit. Edhe fëmijët për shkollë të mesme, fëmijët për shkollë të vjeçare. Mandej janë edhe 2 fugona të pasagjerëve, si vimi tu. Gjithsesi na presim inshallah Zotit. Edhe me nemen tuaj na bëhet diçka dhe na afrohet diçka më marr në këtë punë. Kërkesa jote për bashkinë është të paktën i ke urat bëhet sa më parë. Edhe kjo rrugë që me grupe kështu deri të kalojnë te qendra. Ashtë jashtëzakonisht keq. Po shqetësim normale sa shqetësim, se na kanë fëmijë do të më quajë për ditë te shkolla me makinat tona. Asnjë s'vjen tu. S'kan faj kanë fugonat marr, fugonat vinë deri tu. Na do t'i bjem kam prej mas shtyllave atje, prej mas Kodrit, janë 150 fëmijë. Vinë shikojnë kanë orë, kanë shikuar parë, kanë ikë si bën kush mbrapa. Po kërkesa është me na rregullu urën, me na rregullu rrugë, me na ra dikush mbrapa se edhe na të kësaj zone tjena, na si na të huj, shqiptari na taksat i paguim. S'mund marrësh i certifikat pa paguar, po thonë, ke taksat. Na taksat i paguim, dritat i paguim, të na i paguim, kush s'na vjen mbrapa. Kjo urë është ndërtuar para 40 viteve dhe shërben për të lidhur blloqet e banimit të Bleranit. Përveç amortizimit ndër vite në dëmtimin e saj para 3 vitesh, dyshohet se kanë ndikuar dhe punimet për shtrirjen e tubacioneve të ujësjellësit në këtë zonë. Gjithsesi, shqetësimi kryesor i banorëve është se furgonat nuk mund të hyjnë në fshat për të marrë fëmijët për në shkollë, duke i detyruar të udhtojnë në këmbë çdo ditë në mëngjes e drejt deri në këtë pikë.